Të gjithë hani presh, por nuk e dini se çfarë I shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Preshi bën pjesë në familjen e qepës dhe të hudhrës, që përmban shumicën e përbërësve sulfurik të cilët rrisin ndjeshmërinë e aftësive detoksifikuese të mëlçisë ndërkohë që neutralizojnë radikalet e lira. Këto të fundit janë ndër nismëtarët kryesor të aktiviteteve antiinflamatore në inde dhe në organet e njeriut. Preshi përmban antioksidant, të cilët mbrojnë arteret nga dëmtime të dëmshme dhe fuqizojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Përmbajtja e lartë e antioksidantëve të preshi e bën atë një nga ushqimet mbrojtëse kundër luhatjeve të sheqerit, pra diabetit, inflamacionit, artritit, obezitetit dhe alergjive të sistemit të frymëmarrjes, citon WebMed. Edhe pse njësoj I dobishëm dhe ushqyes si qepa dhe hudhra, preshi nuk la aromë të fortë pas konsumit dhe nuk djeg edhe aq shumë. Për këtë është një ushqim ideal edhe për të vegjëlit në kombinimin e ushqimeve të ndryshme.